Ja ku jemi rikthyer sërish, më mirë, si është ajo, më mirë me ty e Genës. Më mirë me ty e fukara dhe me theks grek tash. Se sa pa ty i pasur. Më mirë pa ty dhe i pasur. Po pse e tha gjithë? Vallaj. Sepse halli ynë është si të bëhemi të pasur. Si të bëhemi të pasur, pra, apo ja. Gjithë kemi menduar që puna në media do bënte ndonjërin prej nesh të pasur. Historia ka treguar që jo, kjo nuk funksionon, po ne besojmë ende te idealet e bërit gazetari. Ty të ka shpërblyer puna në media? Po varet çfarë quhen të pasur. Po u fute këtu tani. Apo është. Po u fute këtu tani, s'dalim dot pastaj. Deti gjër. Është deti gjër. Shiko, puna në media është punë shumë e mirë. Varet nga pozicioni sigurisht, po në momentin që je në ekran është punë që paguhet mirë. Kjo është pak e vërtet. Po pjesa më e madhe e atyre që punojnë në media, jam i bindur që të ardhurat e tyre i sigurojnë apo i rrisin edhe nëpërmjet degëzimeve që ka media. Po, e vërtetë është, kjo është e vërtetë, po. Domethënë, evente, shfaqje, promovime, marketing, reklama, e thash edhe në fillim, media sigurisht nëse është serioze dhe edhe të vlerëson siç duhet, sigurisht është një farë trajtimi që nuk e kanë shumë profesione në vendin tonë. Kot ta mohojmë. Për shkak të networkut që krijon, për shkak të aksesit që mund të kesh në disa vende, apo jo? Po networku është gjithçka mendoj në këtë vendin tonë të mrekullueshëm që e ka bekuar Zoti dhe e ka falur nëna natyrë. Është gjithçka. Kjo është gjë e mirë, po është kështu si thik me dy presa, se ndonjëherë nuk ka pse të jetë networku që të ndihmojë ty të shkosh përpara. Nëse gjithë gjërat janë në vendin e vet dhe ka meritokraci, ti mjafton të bësh punën, siç bën gjithë botën dhe merr atë që meriton. Po këtu duhet networku, të themi drejtën, sepse her pas here meritokracia nuk është në vendin e duhur. Nuk fillon nuk rri si ne si peshore. Ikën nga një anë apo nga ana tjetër dhe ti duhet që mendimin e networkut ta nuk është pika jone fort meritokracia, me thënë të drejtën. E di. Tani ky është realiteti, duhet ta pranojmë. Problemi është apo bëhemi më mirë apo po shkojmë drejt një situate akoma edhe më të keqe. Si është ti, Kris? Si realiteti pjesë e medias po flasim. Shiko, media ka ndryshuar shumë, them drejtën. Mua më vjen keq që disa parime në media, unë po flas në përgjithësi tani, janë shkelur pak. Domethënë, të marr një shembull konkret. Ka biseda shumë të bukura, intervista të mrekullueshme në gjykimin tim që unë i kam bërë ndër vite me të ftuarit që kanë pasur në emisione ndryshme në kanalet ndryshme dhe janë biseda të cilat për shembull kur ti ke postuar në YouTube ose kur janë ndjekur live kanë pasur shumë pak shikueshmëri ose shumë pak pëlqime ose shumë pak shpërndarje. Ka pasur raste edhe fare zero. Ka pasur raste kur ti thjesht ke bërë një titull provokues apo ka ndodhur një konflikt i vogël verbal atje në studio apo ku di unë është thënë një fjali e cila ka provokuar pak. Bum. Ajo shpërndar gjithandej është bërë nami, nuk është se ka pasur një vlerë në vetvete. E di, po shiko, mos ndoshta ne si gazetar dhe si moderator duhet të kuptojmë që ajo që i pëlqen publikut nuk është do e mos ajo çfarë na pëlqen ne. Po. Dhe këto të dyja s'kan pse të jenë, po them, ato normalisht mund të jenë ndryshme, po nuk kanë pse të jenë në kundërvënie me njëra tjetrën. Ne thjesht duhet ta kuptojmë që ka një prirje të caktuar publiku. Jo, në atë po shkaqe thjesht, po. Ne atë po bëjmë. Se ne do i përshtatemi tregut, absolutisht. Po problemi është që kur vjen për shembull nga shkolla e gazetarisë dhe ke bërë ca leksione me ca pedagog shumë të mirë dhe ke marrë ca mësime jete për shumë vite se si ti duhet ta bësh gazetarin, se si ti duhet ta konfirmosh informacionin të paktën 2 burime, se si ti duhet të shkosh vetë atje në vendngjarje, të shohësh me sytë e ty ç'a bëhet. Edhe kur shef realitetin e sotëm që se ka edhe një zhvendosje të madhe të gazetarisë. Gazetaria tradicionale tani është veshur me perde shumë, është zhvendosur nga rrjetet sociale, nga YouTube-i, ku nga ky presioni për të qenë të parët që të nxjerrësh lajmin, informacionin, ti shkel shumë parime. Ti shkel shumë parime dhe në momentin që ti shkel parime, nuk e kupton më atë vijën që ndan që në vërtet me
fake news. Dhe sot kemi shumë fake news. Jo vetëm me fake news, po edhe me çfarë është etike dhe çfarë jo. Absolutisht. Sepse ky është një nga shqetësimet e mia më të mëdha. Ka ndryshuar perceptimi. Shoh shpesh herë tek media. Ndonjëherë, sidomos në rastet kronikës së zez, mua më duket sikur njerëzve nga gazetari ose nga linja editoriale e një mediaje të caktuar i përdhunohet dhimbja për klikime. Pra, shumë keq, luhet me dhimbjen e një familjari apo një individi. Kjo është një gjë që e vëre të ndodh sot, edhe patjetër jam kritike për këtë pjesë, po ndoshta nëse do më duhej mund të isha dhe unë duke bërë një gjë të tillë, se do të përshtatesh pak me situatën. Rastin specifik që ti po përmend, unë me këtë lloj rasti s'kam bërë kurrë kompromis në jetën time, sepse ka qenë leksioni numër 1 që kam marrë në shkollë. Çfarë janë raste të situatave të tilla dhe këtu po fus edhe vetvrasjet, që është tek kulmi i kronikës së zez, nuk duhet të transmetohen fare. Nuk duhet të publikohen fare. Kujt i duhet të mësoj arsyet apo pse dikush vrau veten. Ky është parim gazetaresk botror që nuk i shërben askujt, vetëm një klikimi të errët, si ta them, të djallëzuar. Pse duhet që ti të përhapësh panik për disa ngjarje që nuk i shërben askujt. Se ja e bëre ti këtë lajmin, ja e raportove, ja i vajte ti. Unë kam parë këtu gazetar që ka ndodhur një tragjedi dhe ka ndodhur mëngjes, pas dite i ka shkuar gazetari me mikrofon për t'i marrë një përshtypje të familjarit të viktimës. Shumë si mund ta bësh këtë? A je njeri? Është e vërtet që vitet e fundit, me që ma kujtove, ka një masivitet, po them, të kronikës së zez. Pra raportohet shumë më tepër, ka shumë më tepër interes edhe në emisionet prime time, gjen shumë më tepër minutar. Pak më herët që kanë si shpjegohet kjo rritje e volumit të kronikës së zez në median shqiptare? Përgjigjen e ke tek pyetja që bëre pak më herët. Jo gjithmonë ajo që do publiku është ajo që duam ne. Fakti që këto gjëra komentohen, sot ka një filozofi që po e përdorin shumë edhe mediat, le të themi gjigantët e platformave mediatike në përbot. Rage bait, pra të nxisës këtë klikimin, të nxisës këtë urrëtitjen, këtë inatin. Pra çfarë bëjnë sot? Sot hedhin një foto tonën, ne të tre, që jemi duke u kapur për flokësh edhe për duarsh, që sigurisht është gjeneruar me inteligjencë artificiale. Dhe e din shumë mirë që do ngjalli zemërim tek publiku, po duke ngjallur zemërim ti do komentosh atje. Je i prirur që thuash do rrisësh trafikun e. Edhe kjo rrjedhimisht do rris. Kjo përkthehet në likes, në shpërndarje, do ja çoj egoni views, do shife pak më çka kanë bërë ata atje. Kaq që mjafton atyre. Pra, like, koment, shpërndarje. Ti u futen algoritëm këtu. Bravo. Ti mendon që edhe në rastin e kronikës së zez është e njëjta gjë? Absolutisht. Pra, ti nuk mendon që ka dhe nevojë për një farë informimi dhe një farë transparencë sa i takon këtyre ngjarjeve? Besoj që misionin tilla raste është 10%. Ndoshta për efekt sensibilizues apo ndërgjegjësues, nuk e di. Po nuk sensibilizon, se nuk i vjen në ndihmë kërkujt. Në të kundërt ne nuk do kishim vetvrasje të përsëritura njëra pas tjetrës. Po sepse ka një efekt psikologjik ajo, ai raportimi vetvrasjes. Ka një arsye pse. Pra një raportim për lere vetvrasjen, se vetvrasja është pak më komplekse. Po jo, po sepse këtu raportohet çdo vetvrasje që duhet bërë. Sepse çfarë ndodh? Ti çfarë po i thua dikujt që është në një situatë vështirë për jetën e vet. Është dikush që po vuan shumë për momentin nga ana psikologjike, është në gjendje shumë të rënduar o vlla. Mund të jetë me ilaçe, mund të jetë me medikamente. Dhe kur shen në televizion që dikush i dha fund jetës sepse kishte këtë lloj problemi, ç'a bën ti? Shtyn dhe atë tjetrin, marrit një vendim. Kjo është arsyeja pse ca gjëra lëri fare se nuk i shërben njeriu. Pra nuk ka efekt parandalues. Jo thjesht vetvrasja. Jo thjesht vetvrasja, po them. Po edhe vrasja. Po edhe të tjera, po edhe abuzimet edhe veprat e tjera penale. Po abuzimet me të mitur. Okej. Sa problematika të tjera që kanë ikur mbrapsh në realitetin mediatik shqiptar. Trajtohen keq, sepse unë jam dakord për raportimin, duhen raportuar, ama jo të tregosh detaje makabre se ajo është e tepër. Nga muzika tek realiteti medias shqiptare. Po ç'do bëjmë ne që bën kaq shumë gjëra aty? Më pëlqen. Jo, qëndrojmë aty, nuk ka problem.
Ç'të bëjmë që nga gazetaria shkove, jo, nga volejbolli te gazetaria, pastaj nga gazetaria te DJ Lëku, të thosha unë. Po tani ka nevojë njeriu që të gjej pak paqen me veten edhe ku e gjen më shumë paqen ndër të treja? Me thënë të drejtën, unë drejtoj emision mëngjesi dhe edhe aty ku jam radio televizion shqiptar që besoj gjithkush duhet ta provojë të paktën një eksperiencë në institucionin e radio televizionit se është media më e vjetër në vendin tonë. Ka një farë krenarie. Ka një farë krenarie. Duke e stigmatizojnë shumë, po ndiqet goxha. Unë jam surprizuar nga njerëzit që më kanë shkruar dhe më kanë komplimentuar kur kam shkuar nga një televizion privat në radio televizionin shqiptar. Megjithatë RTS-ja ka dhe një farë nostalgjie, ka të vendos në një farë gjendje, po e them si përvojë time personale kur e shoh për shembull që e shoh televizorin atje më vendos edhe në një farë gjendje paqeje sepse shumë familjare, shumë familjare, po fjala e saktë familjare, sepse ndryshe nga televizionet e tjera private, edhe të mëdha qofshin, ti e kupton që aty nuk je në vrullin e kësaj të shikueshmërisë dhe të klikueshmërisë që ta merr atë energjinë mendore me dhunë more ta nxjerrëm nga nga Kafka. Ke një përgjegjësi pak më të madhe. Je pavarësisht të gjitha problemeve që mund të ketë, nuk po e diskutojmë, po që e ka këtë efekt kaq jo, po dua të them këtë që RTS-ja vërtet ka ndryshuar, jo se kam shkuar unë këtë vit, po vërtet është bërë një farë reforme se ka fytyra të reja. Kudo ku ka fytyra të reja që duan të punojnë me qef, me pasion, vjen dhe ndryshimi se nuk vjen ndryshe ndryshimi. Dhe çfarë do thoja, Pallati 176. A mërzitesh ti duke e parë? No, never. S'mërzitesh pra. Sa herë të jetë do e shohësh do qesh, po si ky ka arkiva e RTS-s është e pafundme. Është hapur edhe një kanal tani mos gaboj në YouTube, RTS arkiva ku janë të gjitha që ti mund të dëgjosh. Kështu që ka arsye nga më të ndryshme.